nuk diskutohet fare. Cila është marrëdhënia jote me Koço Qendror? Sigurisht, në këtë moment është shumë e mirë, po dua Kur e ke kuptuar, kur ta tham për të parë që biologjiku është ky aktor i madh? Shiko, unë 3 muajt e verës, si çdo djalë, kaluaj në Korçë. Te babai. Vinin 2 javë në plazh dhe prapë kthehesha në Korçë. Mezi prisa të mbaronte shkolla, kjo muhabet deri në vit 4 kur kam mbaruar ekonomikun. Domethënë nga klasa e parë kam bërë 4 vjet me 2 herë nga 2 muaj, nga 3 muaj shkollën, një në Sot Ilgura është një shkollë aty në Korçë, një në Stavri Themeli, shkoja për të bërë sepse kisha qef Dëborën, se Tiranë nuk bite borë dhe shkoja atje, kupton? Ishte ajo shpërngulja që bëja, domethënë. Dhe kur mbarova klasën e parë, e kam kuptuar sepse mamaja këtu normalisht nuk më thoshte. Nuk më thoshte që shkoj, më bënte përshtypje që kur isha në klasë parë në shkollën Dora Diste, aktualisht 20 vjetori, e pash fëmijët e kishin mamat më të reja se nëna ime, sepse mamaja kur më kishte marrë mua ishte në një moshë gati 45 vjeçe. Kur më ka marrë mua, se ajo s'bënte fëmijë normalisht, domethënë nuk desh ta merrte fëmijën nëpër befotrofe nëpër këto dhe ja marri motrës, kupton? Sigurisht ishte një traditë. Motra e bëri këtë gjë që sot është çike vështirë ta bëj, fjalë kuptoj që motra të japin motrës sepse Po dhe ti u the atyre që kështu? Jo, unë nuk dija gjë. Ti vetëm thjesht kuptove. Kur kam mbaruar klasën e parë, isha në Korçë dhe babai mbaj mend në atë kohë në vitin 71 ishte bërë festivali 11 edhe Lindita Theodori kishte ardhur në Korçë. Lindita Sota. Po, Lindita Sota, po. Ishte martuar në Korçë atje, ishin tërë aktorët, Timi Filipi, këta gjithë komplet këta, shumë emër të rinj edhe sot e kësaj dite është gjallë akoma, është një këngëtare shumë e njohur siç është Bardha Hoxha me fjalë, sepse më thot i bukur ke qenë i vogël, më thot gjithë tash kur del në televizor, edhe Bardha, ore tha, ky djali, unë sa kisha marrë klasën e parë, kisha qif flokë kaçurela, mirë po, shikoj aty në sy, veshët i kisha këtej, e tha, ky është ai i vogël i Tiranës, tha që ja kemi. E dëgjova. E fiksova, unë vajti në vesh ajo, iku. Kam bërë, domethënë që atëherë kam bërë francezin në kuptimin, më thënë që e dija që përfundimisht që ishte kështu. Prindi që kisha në Tiranë ishte tezja dhe burri tezës, por që derisa ka ndruar jetë edhe tani as nuk diskutohet dhe Koçua që jeton tani, kupton, thotë që domethënë ka qejf sepse kur kemi marrë, domethënë babai, gjyshi është nga Kreta, se me që po ta lidhe me greqishten. Në 1112 vjen nga Kreta bashkë me Bakti. Frenoj çik këto ja. Se do të pyes pak më vonë tani. Tani nga prindrit biologjik dhe prindrit e adoptuar rron vetëm Koço. Vetëm Koço. Domethënë edhe nëna biologjike. Dhe prindrit. Edhe prindrit që më kanë rritur këtu nuk jetojnë. Nuk jetojnë. Tani marrëdhënia jote me Koçon si është? Po pra, jo, prit tani, ti me Koçon u lidhe pa e ditur që ishte ai babai biologjik. Jo, unë shkoja në Korçë, ria nga 3 muaj më. Po mirë po. Ria dhe Ore kur tha jam unë babai yt. Ore, ja kam thënë unë para se ma thoshta ime, se i thash unë e kam ditë që para 40 vjetë. Sa vjetë që ishe kur ja the këtë? Unë? Po, kur ja kam thënë, mund të kem qenë në vit të, do më thënë, kam qenë mos gaboj kur kam mbaruar vit e 4 të ekonomikut. Këtë doje më shumë Koçon apo babajin që të rriti? Për të dashur? Ja, doja këto këtu. Jo, po nuk diskutoj. Këtë nuk e ndryshoj unë asnjëherë. Far, ore tani ja them sy Koçës. Po si diskutohet fare më betë çfarë. Tani ku shikoj Koço në film, se Koço ka Ore, Koço vinte, se Koço kur vinte ke mua flinte. Se unë isha bazë. Domethënë unë në Tiranë isha bazë, në Mysymshyr isha bazë kur vinte. Kishte një sjellje të veçantë. Erdhi këtu luajti Alex Zinzën. Këtu bëri gjirin. Këtu në studio atje. Alex Zinza. Vuri dhe një si tip kështu, vuri dhe një si tip mjekë që vinin kështu kupton, sepse me këtë dhe kur mori dokumentin për pasaportën, konsulli grek, kur pa filmin, tha, imagjino, që atëherë ka folë greqisht në film, tha. Pavarësisht se ke filmi, tha, sa i thot që unë jam Alex Zinza. Arqo Marqist, e dini para shumë skenë atje. I thot, ai zotit Zinza, të kemi thirrur për të varur, tha, jo për të tallur, i tha. Po këta janë miqtë e mi komplet. Edhe këto, se unë bëja shaka pasaj dhe me vllajin tim, që është më i madh se mua, edhe ajo letra ishte aktori të madh Koço Qendro, një greqisht folës, një me kupton për atje. I gjan Koços? Po, jo. Nuk i gjan, ëh? Jo, ngjaj më tepër nga mamaja, ngjaj më tepër. Vllai dhe motra, njëra që është në Amerikë, ngjajnë, jemi të ndarë pak a shumë. Tani dy janë andej origjina, tani vjet origjina. Tani origjina, gjyshi ka ardhur të thashë 1112 me Bakti, nuk e di se çka bërën te ka Kreta, po me Bakti ka ardhur në Sinic. Tani ishte grek? Grek, po, grek me Bakti. Erdhi në Sinic të atje të Delvinës. Një sekondë. Nga Kreta.
1112. Nga Kreta në Sinic, sigurisht nuk është një vrapele. S'është vrapele, po unë po them me origjinën nga ishte tani. Po nga e vërtetove ti këtë që ka ardhur nga Kreta? Se s'po thon nga Korfuzi, nga Kreta. Po gjyshim, po tani këto i kam me letra unë se. I ke me letra? Po sigurisht më nuk diskutoj. Ti çaj je shqiptar apo grek? Unë shqiptar më jam. Si që kam grekun. Po ti pas ke stërgjyshin? Po le më ç'të le unë lidh, tash do më të fortë në Koços, se ka të fortë edhe Koço. Po ha pra më Se Koço deri 1190 nuk flis as si fjalë greqisht. As si fjalë? Po, që e flet greqisht. E flet greqisht. Po dinte? Si, po mi pa ja këtë po të them më burr. Ne po nuk e dinim, tani unë sigurisht që unë 2 muajt e verë, 3 muajt e verë, se unë 10 muaj jetoja në Tiranë, 2 muaj jetoja në Korçë. Qartë. Tani Koço ishte thashjer, ishte aktor, ai kishte pjesë kryesore që sepse përveç asaj që luante ai pjesën dërmuese ai shkruante vet. Domethënë të gjërave që realizonte, skenarist. Që ishte edhe për estradën ato numrat që bënte, kupton? Edhe deri 1190 nuk fliste. Në momentin që u hapën kufit, kupton? Edhe kur bënte librat, në vitin fare tani emri është Koço Qendro. Unë ngasmoja, sepse mbas 90-s unë i solla nga Greqia një kështu, është një tore e Selanikut. Kupton? Ai liçi solla këtë, po kishte janë do flamurat me letra kështu dhe i buri dhe i flamur grek kështu dhe e mbante atje. Sigurisht që është jo shqiptar, po është më shqiptar sa duhet, kupton? Mirë, po nuk fliste. Tani ai thashun, po mirë më thash, binte librat. Bënte një libër, ka bërë libër për Dorë Korgoskën, për teatr, për themelimin e teatrit Andon Zako Çajupi. I ka bërë librat, edhe më thoshte mua, ta dishti kush ka luajtur femër në teatrin e atë, kush ka luajtur femër? Kur shikoj unë Mihal Grameno. Mihal Grameno në Klapa, personazhi ishte femër. Ai ishte veshur luanin vajzat. Kupton? Mirë po të dokumentuara këto, kupton? Domethënë, kjo është ajo që merr. Edhe shënoi emrin aty unë Kosta Qendro. Tani mbiemi nga Greqia është Kendros. 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 Do të thonë mbiemi Qendro. E pastaj kupton? Mirë po në Korçë nga të tilla raste, domethënë ka pasur ai shumë sa buri i motrës time 2 xhaxhallar. Njëri Ilia Paraveli babai vet, kurse Koço Paraveli gjyshi, ai xhaxhai vet në Elbasan, domethënë në 76 të bëhen pasaportat. Bëhen pasaportat, edhe i than, ajo pasaporta vishnje. I than, si e do mbiemrin, i tha, atë komsin. I tha, unë komsin e kam greke, tha. Jam në shtetas shqiptar, i tha. Po, tha, ta bëjmë, ja, i tha. Unë komsin e kam greke, tha. Po ti si ke komsin? Shqiptar. Shqiptar, edhe komsin. Ndërsa xhaxhai këtij, babai i kunati tim që ka marrë motrën, me origjinë greke nga Përmeti, Ilo Paravelis. Ishte guzhunier ke Borova në Korçë, lokal i famshëm, dhe kur vinte xhaxhi e merrnin ke vila e partisë. Kopraci është roli më i arrir i Koço Qendrës? Po sigurisht, sepse atë e ka, domethënë, ai ka luajtur shumë, Ka luajtur veten? Shiko. Mos më thuaj që është Koprac. Kush e? Ai. Lema është më Kopraca s'ka ku të shkoj më. Ua, sa bukur kjo. Çfarë thua? Shiko. Ka luajtur veten, ë? Shiko, mund të jesh, unë e kam çuar në disa, kupton? Por di të them edhe një gjë, kur ta kesh këtu, siç më ke mua tani përballë, ti do arish të kuptosh se kush është Koço Qendro në moshën 98 vjeçare. Do jetë privilegj. Me një mendje, sepse ka një gjë, Roland, mund të jesh, është kthjellë, ë? Mund të jesh 98 vjeç, por mund mos shkosh as këtu atje, edhe mund të jesh. Çfarë vlen ajo? Mos them në një fjalë tjetër me fjalë nga mendja me fjalë. Mund të jesh se mund të jesh i ftohur aq shumë sa nuk, por Koçon, kur ta kesh këtu përballë, domethënë do jetë privilegj për mua. Kur e çova në një studio tjetër ka vite, kur isha në TVA, Eva Edizlari tha, më kpute i tha me këto sytë bëqjelle, se i ka sytë ai bëqjelle, që i the mund do thyesh gotën e ujit. E thyen gotën e ujit i thash. Dhe është, domethënë, jo i mbajtur, por është energjik sa s'ka ku të shkoj. Dhe një nga arsye. Ri i veshur mirë si që kemi parë për foton për këto? Tani jo që ri i veshur mirë, por ke parti burrës që fle me kollare, ai mban kollare për të fjetur. Si burr, 98 vjeç i thu burra, ishte 98 vjeç dhe fle me kravat? Me kravat më burr. Fle me kravat? Sepse ka kravatën, nuk e imagjinon vetëm pa kravatë. Mos më thuaj që ti si bën dhurata kravata gjë, se ti ke mbajtur dikur, po tani s'ke. Po çoj më tepër se nuk ka. Po nuk diskutohet fare. Po i mban, i vendos gjitha. Dhe me Kopracin realizoi një nga ëndrat e tij, sepse e kishte domethënë është dhënë për paqen 77-ën, gjithmonë, domethënë jepeshe gjithmonë, por nuk ishte e xhiruar. Tani që u vu disa herë, bëri një xhiro në Shqipërinë, mund të kenë ndarë mbi 50-60 cidira, nuk la njeriu të fisit pa. E di çfarë më kujtohet tani në ato të vitit të ri, në një sallë që ishte roli i tij, që kishte spektator,
Se ç'ndodhi një atë dhe thot Koço Qendër, e këputi tha në pikën më delikate. Të kujtohet kjo? Të kujtohet? Shiko, kur ka Kishte me një nga aktorët, me një zonë. Kur ka dhënë shfaqjen, e këputi në pikën më delikate. Kur ka dhënë shfaqjen, ambasadorja franceze ishte atje, edhe normalisht ishte ftuar shumë që nga Pali Kuke, ambasadorja franceze. Ishte atje dhe kemi bërë dhe një foto, edhe normalisht mbas, do thënë, është babai, thash, shiko, tha, Luis de Fineja tha, edhe Koço Qendër tha, janë ata tha që duke sikur Molieri tha e ka bërë tha për këta të dy tha. Unë thash, zoja ambasadore ka një gjë. Bravo. Ky thash ka një merit më tepër se Luis de Fineja sepse e luan Korpracin se është Korpraci thash. Kështu i the? Ambasadorës tani është me Korprac apo e ngosmon ti? Po është Korprac, është ma vërtetoj këtë. Është tipik. Po jam po ç'kema unë do shiko, ti do kesh rastin. Çfarë Korpracie ka treguar ai ndaj teje? Ndaj meje. Po. Shiko, ndaj meje ka diçka. Unë thash një herë, po ta them në studion tënde sepse nuk është se janë sekrete, por janë gjëra që kur i dëgjojnë të tjerë mbase janë gjëra pak të pabesueshme. Kishte një marrëveshje midis dy motrave që unë nga mamaja biologjike dhe babai biologjik mos afrohesha shumë, në kuptimin e mirë të fjalës. Po, e kuptova. Sepse duke afruar, do ta merrim vesh nesër pas nesër që do ishte, por unë jam ky që jam, unë jam Tami Kona, më kanë lindur Koço Qendro dhe Meri Qendro, dhe më kanë rritur Margarit Kona dhe Pavlina Kona. Dhe kam për nder që mbaj një mbiemër Kona, të Andon Kona, jo se në mbiemër nga krahun tjetër nuk e kam thashër. Mund ta kisha Qendro, mund ta kisha, por ka dhe një gjë tjetër. Ka dhe një gjë, mund mos isha këtu se faktikisht jam bërë me porosi. Si me porosi? Jam bërë me porosi për që na bëj një fëmijë që ta marrun. Po sigurisht, sepse vllai im i madh është 70 më i madh. Mamaja biologjike e kishin mbyllur. I kishin mbyllur punën. Dhe tha na bëj fëmijë. I kishte ajo me porosi. I kishte 2. Jam bërë me porosi thot Tami Kona. I kishte 2-2, por të dhe ka dhe një fort tjetër. Po? Mamaja që më rriti i tha motrës, shiko tha se mos bëhet vajza se nuk e dua. Si e kënë Tereziti i tha. Qa thua mu? Por. Do të po ti ishe vajzë? Jo, e kupton se. Nuk do ta merrte? Po e kupton ti? Po pse i tha ajo? Si tha? Të jam mbi emrin Kona, unë tha të martohet ajo, tha të mikim mbi emrin Kona mua tha. Ua. Tami, më ke kënaqur. Tani të gjitha këto janë ekskluzive vetëm në studion e Rëran Çapokut. Unë e kam shijuar shumë Tami me gjithmonë se unë jo se janë gjëra kështu. Intervista e nisur me një temë për Serbi, për ndeshjen me Serbin. Sepse është dhe historia e jetës personale, mua po më gëzon, më kënaq. Tami Kona, të falenderoj shumë, të jam shumë i njohës, sidomos për pjesën e dytë, jo të parën, sa te ke kështu ti. Ishte me kënaqësi, domethënë edhe thashë që kur momenti që biseduam dje, ishte kënaqësi sepse unë i kam ndjekur, i kam ndjekur pjesën kryesore të ftuarve ty i kam ndjekur, është diçka interesante sepse edhe kur kalon nga profesioni në jetën private, sigurisht që ne jemi njerëz publik për aq sa jemi, sepse thash një në momentin që ndalon policia për fal profesionit, edhe pse të njeh polici, më thënë, unë ndihem mirë sepse e shikoj që ai njeh. Pavarësisht se, më thënë, thotë që ishe me shpeta në këte, shiko, gazetar tha, gjobiteni dhe ju, po, para ligjit e mirësoj. Unë bëj shpesh rrugën e Korçës, duke qenë se atje kam shtëpinë, kam kështu edhe sa herë që andeja, policat janë. Shtëpinë ke shtëpinë tjetër apo me? Jo, shtëpia është më shtëpi, më thënë, që ka babai mbrapa bankës. Por nuk flete Koço kur shkon? Po. Do thënë kur shkoj 10 herë, flet 2 herë te Koço, 8 herë në hotel. Është Koprac. Ai bëhet keq. Dhe i them që po ikin në Greqi ndërkohë që unë jam atje, sepse ka ndeshje futbolli, sa dush ylli që është drejtori i RTS-s, shkoj gjithmonë ka ajo, edhe bile sa dush më thotë, "Mos si është ai." Tani erën e fundit, ndeshjen e fundit me Skënderbeun, takova zoti Niko Peleshi, i kam kërkuar një nder. Ç'nderi? Babai ka marrë mjeshtri i madh, ka 2 vjet që e ka marrë. Edhe Niko më tha, Tami tha, do të kërkoj një nder Koçës, tha, i thuaj tha deri në fund të vitit të mbahet fort, tha, se në fund të vitit bëhen ndarjet e këtyre, sepse ka marrë mjeshtri i madh, por nuk ka marrë lekët. Domethënë pensionin. Pensionin e posaçëm. Domethënë, ka marrë, ai e meriton, e ka marrë, shiko. Tani Koço është një nga shumë figura. Sigurisht, por figura që sepse unë takoj, domethënë kam takuar unë personalisht, ja kam dërguar dhe kryeministit, ja kam dërguar me mesazh. Po besoj zoti Rama, i thash zotit Niko Peleshi që e kam mik, domethënë kupton, i thash, Niko,
deri më sot, unë nuk kam kërkuar më tha folta se i thash unë, përveç se ti thua kryeministit që është një burr 98 vjeç që sot është, nesër nuk është. Se tha Niko tha, më tha thuaj të mbahet, ore, mbahet as mbahet se ka dorë, se kemi dorë ne thash, e ka dorë ai thash. Me atë mendje që ka ai thash unë, nuk e di thash unë. Edhe qellonte që mas 2 ditësh ai kishte ditëlindjen, edhe mora çunin i thash bab, thash uroj gjyshin, po se mos i thuash te 100 se ngelatri. Po si uron ti? Po lem më si uron. Tami, të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. E shijova shumë këtë intervistë. Falenderoj shumë. Dhe urojmë kombëtarën të fitojë datën 7. Po sepse nuk e kemi alternativë tjetër, nuk e kemi luksin me fjalë kupton. Ska barazim. Thash një herë. Po duam të shkojmë botror, duhet ta fitojmë. Po pastaj për mua unë po ta them, çdo gjë pa fitore është dështim. Tami Kona, një intervistë me vërtet shumë e veçantë.